Me qenë se jemi në atmosferën e Krishtlindjes dhe studën tonë kemi plot me fëmijë, do doja shumë që të merre nga disa urime për të gjithë fëmijët mbar botën për Krishtlindje. Valon, ta nisim nga ty? Unë kisha dash tanë fëmijët me fol urat, e me taj me familje, dhe me qitë prezente, dhe me taj mirë e bukur. Okej, do doja që Vanessa të uroj të gjithë fëmijët për Christmas. To always be grateful and për qenë jap mami edhe babi. Për të bëj shumë mirë në shkollë edhe për qenë qërë be nena dhe baba edhe ti mundu të gatoj gjërat edhe ben gjërat. Edhe gjithmonë be je e gëzuar për qërë be nena edhe gjyshi edhe baba e mama edhe jetë mirë. Merry Christmas. What about you, Christine? You can tell in English, don't worry. I would like to tell the kids to do good in school and be grateful for whatever presents they get, whether it's big or small, and to also cherish every moment of Christmas because it only comes around once a year. Now it's time for Pauline. You want to wish something for Christmas to all the children? Be grateful for what you get and listen to your parents. Okay, good job. Një nga urimet e tjera për gjithë fëmijët për Krishtlindje do vi edhe nga Elena, e cila do të thotë Merry Christmas. Thank you. Mia, po ti do të na thuash një gjë? Merry Christmas to all of the kids. Good job. Çfarë do t'i thuash fëmijëve ti për Christmas? Be grateful and do good in school, try your best, and Happy New Year's and Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas. Thank you. Albana? I just wanted to add on to what Vanessa said. Just because it's Christmas doesn't mean, oh, you get presents, because it matters. It matters if you're doing good in school. Just because it's Christmas, oh, somebody's gonna get me a present. No, you have to do good in school and know that you can do it. Thank you. Merry Christmas and listen to your parents. Thank you. You should be grateful what you get from Christmas. It's not like when you're getting a present. If it's small, you might get a phone. Because you should be grateful what you get. Thank you. Anything you get, be grateful all the time. Use it and never break it. Thank you. Dhe pas gjithë këtyre urimeve të bukura, secili nga ata përmendi që janë falendërues për çdo gjë që kanë dhe falendërues për prindrit e tyre, unë do doja tani që të merrja disa opinione prej tyre, çfarë do donin ata t'i dhuronin gjyshërve të tyre. Do ta nisja nga Vanessa. Familja është një dhuratë shumë e mirë për mua, edhe bën mua shumë e gëzuar. Një pyetje tjetër që unë do bëja për ta nxitur dhe pak imagjinatën tuaj, dua që secili nga ju të kujtojë një moment që ka me gjyshrit, një moment të bukur që mbase ju ka vënë në gjumë, ose ju ka dhënë për të ngrënë, ose ju ka gatuar something. Pra një moment të bukur me gjyshrit. Valon, ta nisim nga ty? Po, kem shku në malësi me gjyshin e me gjyshin, atë ka shumë e gëzuar se kem taj bashkë. Bravo. Christine, do të përmendësh diçka për gjyshrit, një kujtim të bukur që ke? Unë përqenj me haj bukë me familja edhe me hap dhurata me familja. Bravo. Po ti, Polina, çfarë mban mend ti një gjë të bukur me nënën, për shembull? Unë me bejt me nëna lakror. Pra, a e ndihmon ti nënën? Po. Ose për shembull me motrat e tua, a i pëlqeni të gjitha të njëjtin lakror apo nëna duhet bëj 2-3? Nëna bejt 3 apo 2, sepse hanë të tëra njerëzit në familja. Vanessa, do ta ndihmosh dhe ti pak motrën? Se si është ky momenti ku nëna ju bën lakror dhe ju rrini të gjitha bashkë dhe ndihmoni?
thot nena ben lakor sepse nena mamaja ka emri nena Lika Mesovi për të bëj lakor edhe gjithmonë ben lakor edhe unë edhe Elena ben lakor të tëra edhe jam e kënaqur të tërë njerëzit në më fami edhe thot sa e mirë është lakor. Bravo. Çfarë kujtimi ka Albana me gjyshrit, një gjë të bukur? I kam një si kujtim me nonën se kur jem në për shtëpi e nuk ka kuptuar diçka e kam spjegua, e tërë ma shumë e ka ashtu, e kam pëlqyer se e kam ndihmuar. Okej, dhe në këtë atmosferë pyetjesh për Christmas, që patjetër duhet i kuptojnë fëmijët tanë sepse janë të ndrojtur dhe është edhe pakës problemi që ata ta flasin gjuhën shqipe. Ne kemi një lajmërim, televizioni shqiptarëve të Amerikës, duke filluar nga java e parë e janarit e vitit 2026, mirëpret të gjithë fëmijët të cilën duan të bëhen pjesë e emisioneve tona. E shtuna do jetë dita e fëmijëve dhe çdo të shtunë do kemi fëmijë në panelin ton për të luajtur, për të folur më shumë, për treguar me vete, sepse secili nga ne është i veçantë, ka një talent dhe meriton hapësirën e tij. Ju mirëpresim. Dhe për të ndezur pak atmosferën, kush nga ju I ka qef Christmas song? Të ngrej dorën. No one of you? Really? What are you asking? A Christmas song. To sing You it? like? No, to hear. My Christmas song is probably I like All I Want for Christmas by Mariah Carey, I think. Mendoni se mund ta këndojmë të gjithë së bashku?